Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonde me ne është producenti i filmit Mala, njëkohësisht edhe producenti i kompanisë filmike Morea, Arsim Rexhepi. Arsim, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Mirë si u gjeta Gjemi, kënaqësi të jem këtu. Faleminderit për kohën, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Arsim, në Toronto jem e rast, ka qenë Simon premiera e filmit Mala, një film shumë i rëndë, që tregon një segment shumë tragjik të luftës së Kosovës. Edhe mbrëmë ishte premiera, isha unë aty me Ervinin, me Bacin, dhe u prit mirë nga publiku, po dikosisht edhe publiku Simon pak u dramatizu se e tregon shumë një reale vujtjen e popullit tonë Kosovës gjatë luftës vitit 98-99 në Kosovë. Unë du me të pyet për këtë film kur unë se di që regjisor ka qenë kolegu janë i dashur Faton Bayraktarin, cilin e përshëndesim e përgëzojmë për punën që ka bërë. Kur ka fillu filmi Mala? Filmi Mala, konkretisht, ka fillu dikun vitin 2023 dhe zyrtarisht në treg, po mënoj në pjesëmarrje në disa festivale ku i kemi marrë edhe 2 çmime, ka qenë viti 2025. Tash, aty unë e pash shumë kolegë që i njoha, gjenatës teme, për shembull Dere Xhepi ishte, gjenat pak më vjetër Shko Ministrefi, Veton Osmani, po unë Abdullah Gjinkoli. Du më këthyt Abdullahu, se unë do t'i përgëzoj gjithë kolegët e mi që kanë qenë pjesëmarrës në atë film, po du më këthyt Abdullahu. Si keni gjithë Abdullahu se, si më thonë, ajo ftyra ati kishte pesh, flite shumë, heshtja ati, do më thonë. Si ka ardhë dhe gjetja Abdullahu? Gjem, dhe ishta me thonë paraprakisht që regjisori, Fatoni, është ai që merret kryesisht me rolet. Po, kuptohet. Edhe pse është mbas Fatonit jam unë që jem njerëzit më të afërt atu te kompania Morea, po për gjitha këto vite që kemi punu bashk, t'jesh më se i bindu që asnjëherë as që kum desh me ndiku te rolet e këto gjana, se është një punë që i takon Fatonit, jam unë me mojta linjën time, linjën e producentit. Fatoni thotë që ka qenë bajegi sfidë për me gjithë një personazh tillë që i përshtatet të rolet filmit Mala. Se edhe si më thonë, mosha ti tregon domthon një shputje nga lufta deri kur zhvillohet ngjarja, si më thonë. Faktikisht vetë fytyra e Malës tregon vujtje, tregon etapat e jetës në cilat ka kalu Mala dhe në përgjithësi si popull. Është një fytyrë unike dhe në rast se e merr analizon mundesh me kuptu, po besoj edhe ti që me të vërtetë ka qenë sfidë me gjetë një personazh të llojit tillë. Si aktor, muj me ditë sepse di që është një proces shumë i vështirë dhe është ndoshta proceset e fundit para se me fillu xhirimi, se është para produksionit ka shumë etapa filmi, po kur vjen te përzgjedhja e aktorëve është shumë e rëndësishme që gjinet ta manaj që unë mendoj që Abdullahu e ka kryer detyrën si aktor, përveç që e ka një pamje shumë kështu kreshnike, pike, ka fytyrën atë thepisur se ka Tamam një malsori. Fytyrën e një malsori ka definitivisht. Unë e përgëzoj për punën që ka bë, po pash edhe skenat që janë xhiru jashtë dikun, janë Zvicër, janë Gjermani, duket se pash i Dere Xhepin. Po në Zvicër. Në Zvicër faktikisht po se edhe flita gjuha gjermane. Filmi fillon atë po. Po sa ka gjatë xhirimi si proces? Zakonisht kur bëhen xhirimet janë në mënyrë intensive të jedin, janë 40 diçka ditë varsisht. Po. Që xhirohet në mënyrë intensive. Plus minus dita të vogla aty, jo një rregullim një skenë tjetër këtu. Pauzat e këto, udhëtimet masanena.
Po kryesisht aty sillet për rreth 50 ditë, po besoj gjirimet intensive, masanej na vjen faza tjetër, premja, montimi aty gjona tjera që. Po, që është post-produksioni. Post-produksion. Po, me Fatonin bashkëpunon më ti ko. Po, me Fatonin jemi edhe vendas. Kur thu vendas, vini nga? Unë e vi nga Komoran Empire. Komoran Empire. Këtë e kitë mira se. Komorani është vend shumë i bukur. Për mua është gjithçka, edhe jam beson që asnjëherë në jetë se ku menu me pas jetën atje më kthy mrau pa se me vazhdu diçka. Po me atje më lidh gjithçka. Lidh familja, rrethi. Atje i kam varret. Atje i kam tokat. Pavarësisht se femiria im ka qenë brisht, po prap vi prej ato edhe aty ju më rrit, aty ju më formu, aty kam shok të femiris. Po, ke shpinë atje? Po. Domon, gjithmonë kur shkoni për vizit Kosovë, ju se di që ke jetu në Prishtinë ti një kohë. Po, në Prishtinë, po, shkolla e aktivitetet e këtu, po, atje kemi shpinë, atje kemi tokë, atje kemi gjitha. Faktikisht, është një fshat, është ka punë për Komorani, Zabeli Epër. Zabeli i Epër më quhet. Po, Zabeli Epër. Tash shkon nga cila pjesë? Tu shku për shtime poshtë? Jo. Në rast se shkon rrugën Prishtinë-Pej, në rast se vjen prej Pejës, është ona djallt, edhe në breg. Që është aja kisha e bave? Që është aja kisha? Jo, kisha është Lapushnik. Ajo është me Lapushnik? Lapushnik, po. Komorani është faktikisht Zabeli Epër me kalon Komorani, edhe është ona e shmojt në breg, atje është Komorani. Kur shkon rrugës për Prishtinë, është edhe një rrugë tash ka dalje prej aty prej Komoranit mundesh mu lidh me autostradë, po nuk ka hymje, e kupton? Do të më shku mirë sill shumë rreth edhe. Po kur dalësh me menu shumë afër Prishtinës. Po, tash. Ta din me rrugë treja tash është tepër afër. Për shembull, fush Kosova, aeroporti i kalon ato dy pompat e benzinës Shell edhe në Komoran. Komorani vjen Kroi Mretit, Korotica. Po, Kroi Mretit. Korotica Epër. Edhe masanena aty vjen veç Slatina, aty përfundon territori Drenicës. Aty ndodhet. Po, ta e rrugë pjesa tjetër, kështu që na jem goxha në qash kështu. Den qysh me orë puna fort, den me kalzu seriozitet si Drenica kështu. Po. Unë e di edhe me lëshupe më nëzirë faktikisht se... Që kjo kje e fort, se te kjo më qash edhe di... Jam qash edhe pavarësi masandej edhe nonën e kam prej një fshatit haude o biletsh. O biletsh, po. Po prej orden. Gjyshen e kam be fush Kosove, një fshatit Harilaç aty, kështu që i tham ka dalë se s'jam... Po, i tham ka dalë se s'jam basha dhe një venit, kështu. Jam që adhe ku dhje puna me konë shumë serias, kështu di me lëshupe. Komorani është pjesë e komunës Drenas. Po, përpara ka qenë Komorani komunë, Drenas nuk ka qenë. Di qysh tash nuk e di saksisht që muj me folë për fshatin tim, ka qenë komunë Devidit Hogoshtit, Devidin 1958. Vitin 1959 ka kalu në Kamenic komuna. Në atë kohë ka qenë, kom folë edhe në për intervista tjera që sistemi komunist në asaj kohë, ku ka pas fshatra etnike shqiptare i ka shkatru. E ka marrë komune, e ka qut dikun ku ka pas dhe serb që thjesht ai zhvillimin ndërpritet që mos ta kenë shqiptar ke ndorë. Njëjtës me Pozhoranin e Vitis. Për Vitia s'ka qenë komunë. Pozhorani njëjtë si një fshatra të më të ndaja të Anamoravës. Edhe ka kalu komuna atje. Po më interesën edhe se du me përmen edhe Venere, në e njohë Venera of the Lawn. E ku pas në klas shkollt mesmet muzikës. Kushërina jote. Mu më ka dhonë muzikë në shkollë fillore, atër ka qenë jeta e rejë në Komoran. Për disa muaj, edhe shumë mire kujtaja dhe në atë kohë. Në shta ka mujtë me qenë klasa 6 ose 7. Venera ka qenë shumë i mirë, ka pas një energji shumë pozitiv. Masandej ka emigru dhe është martu në Zvicër edhe atje ka vazhdu jetën. Po, atë kam të familje, si kam kushere, se para prakisht dhe ishta me tregu që ne kur kemi ardhë atë në Zabel Tepër, para shumë vite, mujnë me kona ashta 200-300 vite. E të partë e tonë, Komorani ka qenë kryesisht i banun me Serb. Edhe i kanë blej tokat atë. Po më nëjtë qendra Komoranit, ashtë që është Komorani një, kanë qenë gjitha toka tona, të pareve tonë.
E i kanë marrë serbët, pastaj ju dashni mi ribli. Jo, me riblit. Portet tonë kanë orë për një fshati mas më romi në grafës. Është afer atë. Edhe i kanë blej tokat e serbëve atë në Komoran qendër. Kështu që ne kem tokat tona janë aty trashigimi në qendër të Komoranit, Kryqje, gjitha pjesa e Komoranit një po flasë, ka qenë e jonja, masanej me kalimin e viteve, të shit, të ardhë. Me thonë se është një vend kosmopolitan kështu. Ka të ardhën për gjitha. Për gjitha treva, se është nga që është periferi? Po, faktikisht ka prej Macedonisë ka pasë. E disa familje. Stomatologu jonë, që jemi rritë në Dubrtina, aty që ka punu, ka qenë në shtirë rrethit Kërqovës. Edhe gruja tina po ashtu, farmacistja jonë. Masande mjekja familjare që ka qenë vaksinimi e këto që jemi rritë në Dursojna gjithë generatat, Halimja, është sojdi për pjesës dhe qani dikon. Arsimtari joni matematikës është për Kumanovës, ka për gjitha vendeve se ka qenë shtëpia shëndetit ato, është zgjeru, është. A ka ndiku edhe fabrika e Ferroniklit që është Drena, që është tarë për Komoranit, që kanë pas inxinjerë, punëtor në atë kohë që kanë arë për treva e ndryshme? Është një lagje, sojdi në Drenas, lagje e Ferroniklit. Aty kanë qenë shtëpia të pununet, marune e inkas për punëtorët e Ferroniklit, sojdi. E me që se nuk është qenë një shumë atë pjesë të asoj kohë. Po, sa është, vetëm pak, sa është larë Komoranit prej Drenasit? 6-7 kilometra nështë. As nuk ka, vetëm ajo rruga për pej që i ndam pak a shumë. Po, non djatë, ku shkon për pej, non djatë këthesh për Drenas, non të majnë Komoran. Po, nështë se folë për rrugën e maqë, me kryqin e Komoranit. Kryqi Komoran, kryqi pamshëm. Po, pamshëm. tash do të mullë shumë ma poshtë ndaljet Komoranit, vjen rruga prej Saraleves që lidhet atë në kryq, me autostradë. Po njëjta vazhdon poshtë anena rruga re edhe del në Zabeltolt, ku lidhet për Drenas. Tash janë 2 rruga, A i ka qenë udhkryqit mërshëm gjatë okupimit 89-99? Po, është pas bloki parë në Kosovë. Pas bloki parë i policisë bacë në Kosovë, nga kujtoj regjimi që është vendosur. Dhe ka qenë interesant se tash janë kryqi kushti Komoranit atë, po supozojna. Kisha pas qef edhe me ta ilustru kështë, tash në 4 anë të rrugës kanë qenë policia të vendosë. I kanë vendosë atë tendat, atë që kanë qenë 24 orë. Tash në rëse ke orë ti pej Drenasi, i e këthy për Prishtinë. Ka qenë stacioni aty ku desh ti me zbrit për me hinë Komoran. Ti ke zbrit aty, po ai nuk të kalon me hinë Komoran, ka thonë këthe mrapa, ti u desh me shku me i kalu krejt pikat, edhe mu këthy nënën, do me thonë nënën e kondërt për me hinë Komoran, po kur e shku ti me hinë, a i të kanë dalë aty dhe i ka thonë pse nuk i përshëndete gjitha pikat, edhe atëherë aty kanë fillu maltretimet, historitë ndryshme. Ka qenë... I ke përjetu gjitha këto si fëmi. Po në iri e konë atë kohë. Iri kom qenë, po dherit 98 mu i me tregu shumë. Po mas në mbrapa 98 se kënena është diçka që nuk du me folë as njëherë. Nuk është koha, nuk janë rëthonat, edhe është koha që ma mirë se me hesh nuk. Si shumë mola. sinqerisht po të thë. Si mola me hesh. Heshtja është gjoja ma e mirë për momentin. Mu i me tregu për femirin time. Na folë për feminin, se ke folë edhe privatisht për këto. Gjemi, na jemi shok edhe kemi bisedu shpesh, të biseda private, ne jetë ndryshme, po unë e kum linë si thmija i nëndë në familje, një jetë. Me gjithse nona e mi ka posë edhe 2 binjak, thmin e 2 që kanë vdek, mas lindjes, po një jetë kum linë si thmija i nëndë. Derisa vllaznia motra i kanë pos ka një vjet 2 diferencë në mes, unë i kam dikon parafërsisht 5 vite me vllahun para me. Ti ke qenë ai fëmiu i pleqërisë, si thojnë. Po, kom linë vitin 1981, dhjetor. Për kohës kur unë e moj men është e mosha 5 vjeqare, mundet me konë dikon deri në moshën në 8-9 vjeqare, vitit 88-89. I më rrit në Fukarallak, kur e kam fjallën për Fukarallak, Fukarallak i ka qenë diçka zakonshme të shqiptarët, vitet e okupimit. Po
Unë gjemi më rritë në fukarallak ekstrem. E di që hosti ishte edhe në hotelet amerikane që janë kështu pe dhomë edhe del direkt në rrugë, kupton? Dhoma të rënë. Po, si lloj motele që quhen. Po, motele. Kemi pas një shtëpi me 3 dhoma ashtu. Pe dhome ke dal direkt në borë ose jashtë, edhe në jo korridor, jo kur gjë. E di që unë e kum flajnë dhomën e mesit. Atë sa moj men, ka qenë gjem një shtrat, po jo shtrat krevat, i zakonshëm, po ka qenë me kasht, edhe në rast se të kujtohen, gjatë luftës kanë qenë aty i thoheshin qebet e kuajve. Po e di. Aty ku të kanë prej, ku konë si me të prejk zhiva, nërse ka rrit me të prejk diko një lëkur, tash mundesh me imaginu. E di. Ka qenë mbulune me to, rrethit i ka pas disa droj, kështu si traj shtëpije, për shkak që mos me ikë. A i ka qenë krevetje. Më kujtohet, sërë më ka zgjuna una për shkollë, e vetëm ja gjohë që ka pas me madhon, me hungër, ka qenë buka me qaj. Edhe tash prej murit shtëpisë, se në atë kohë ka qenë e lyme jo me gelqere, po menoj, me gelqere ka qenë, po jo me beton. Po ka qenë e lyne me laq, tani për mi gelqere. Ka ndalë gjithmonë dë buba zeza që ma kanë bolu ftyrën, me gjesë nona mi ka ik për ftyre. E që po du me thonë, e moj men shumë mirë atë kohë. Adhe nëse... Po familja ka qenë gjithmonë nën përsekutim të regjimit sarë. Po, se këtu du të me dalë pse ju e keni pas një bashkënie ekstreme, sepse nuk keni pas punësum që s'kan pas mundësi më fut familjarët me punu dikon. Dhe sa si unë rritë vllaznit e tu që me... Unë edhe gjyshin e kam pas disa vitet burgosën para prakesht. Në sistem të thjesht, familja e më punësu ka qenë e pa mundur gjemi. E di. Moj me thonë që i vetëmi person, familje tem, unë nuk jam konë maj mirë i familjes, asë mësime, asë në shkollë. Vllaznia me i kanë qenë, ka prej tyne shumë atë mirë sone. Po nuk kanë arrit me studiu. Se nuk i kalon sistemi. Sistemi dhe kushtet ekonomike. Ju ka të ishtë me emigru, në shtë në moshën 18-19-20 vite, vitet 90 e një kënena kanë emigru për idare, jo për qef. I vetëmi unë e në familje që ku më rrit me shku në universitet, para përkesht edhe me kum punu edhe një kohë në Kosovë, po menoj punë publike. Tjertë nuk e kanë mërrej vllaznia me fatkeqësisht. Po, si të kalon si më thonë, paka shumë një traumë që fëmija ka qenë ronë, edhe pse më ka thonë që ka pas shumë dashni në familje, ka pas që jetoj në Kosovë Razi, një konë familja, në konë në regull kuptimin që u dit një hierarki ku shohë vlau më i madhe, i dyti, ka pas respekt e dashni, po ajo sa do të kalon bresa kështu të randa, që kur i kujton, se di që mi ke thonë privatisht, mi ke spigu shumë mirë. Qore, janë trauma që duhet më mësu me jetumet, mi menagju. Dhe qysh, sukër, nështë ta ka posë raste si thmi, shumë kum kajtë. Edhe me zot lartë, po nuk është imi ka përgjisht dhe kush vajt, adhen. Kështu që jem pajtu me to e kum pa që edhe me qajtë është e kotë. Edhe friken është të e pos parasysh të rathona që jena rritë në atë kohë. Është të quemi që jo që jemi kontrima, po jemi mësu me menagju. Edhe friken, adhen. Një që du me të thonë, aja që më kujtohet atë vite më të vështira që kanë qenë. Pasha Allahun gjithi unë t'jom konë. Jam beson që dhe qysh për një thmi që është në kohën e zhvillimit, adhen. Të shtinë rëse merë dhe hanë bukë me qaj, adhen, është që ka pa kalori që e është që me thonë, adhen, ku më hongër bukë. Na jem të folë për fundvitin e viteve 80-ta. Do mon 87, 89, deri sa fillon vllaznit më rritë dhe dole njashtë. Po, tani se di që situata pa ndryshu pastaj, kur kanë dalë vllaznit jashtë. Po, sa faktikisht qysh në moshën 16-17 vjeçare kanë fillu me shku në Gjermani, në Austri me punu punë sezonale, kështu. Tani ekonomia në familje ka fillu më ndërheq, po
mo ambienti nuk ka qenë që ka qenë për para. Vitin 1991, a kanë vrau vllaun, ka qenë vllau i dytë, Lulzimi. Kur e kanë vrarë Lulzimin, saksisht? E kanë vrau në vitin 1991, 16 janar. Me 16 janar. Ku ka ndodhur vrasja? Ka ndodhur në Kroaci, në Virovitic. Shërbim ushtarak. Shërbim ushtarak. Që ka marrë shqiptarët, kanë qenë luftë Kroacinë atë kohë. JNA-ja ka qenë. JNA, po, ajo është saktu për shërbim ushtarak atje. Edhe ati që i ka bo një muj shërbim ushtarak edhe ka dho betimit në Nisrit dhe e kanë vrau. Kanë vrau kështu në mënyrë shumë tinzore. E kanë zjerë për kazerme edhe ka plumbat i ka posë mrapa shpine. Po nuk e ka mjaftu aja vrasja, po e kanë marrë dhe e kanë hudhë ku fomën para treni, e kanë prish. Që më duk që e ka bu vetë vrasja? Po, kështu kanë qenë. Po, ashtu i kanë mënu ata me gjësa, ajo konë diçka dhe qysh, veç sa përën, si thojmë një fjallë edhe në populore, atje në Kosovë me qitë hysyve, se që edhe një thmi në 70 vjetë e ka kuptu që i kanë... Na kem ditë, unim kanë qenë shumë i rinë atë kohë, du me ndërprej këtu, me të regu njëtën e vazhdojnë mas nej për rastin e familjes. Vrasjet e djemve shqiptarë që kanë qenë në JNA, që ka qenë armata Jugoslave në atë kohë, sidomos viteve të leta, edhe dhe në fillim viteve 91 deri sa shqiptarët nuk fillun, nuk shkun ushtarë, ka ndodhur shumë vrasje në komuna ndryshme. Unë du ta cek me rast Muhamet Biçkaj, djalë fantastik u kone, dhe ai shkojnë shërbimin ushtarak bile pa të kry medresen. Një familje shumë e mirë, edhe e këthyn kufon, edhe e maj men atë vërim shumë i madh ka qenë. Se ne dishim që po na i vrajnë djemë. Në atë kohë dhe fillon pajtimi gjaqeve, ka qenë një kohë, një ndjesi era liri Shqipëria, sepse ka qenë një shtypje shumë e madhe, nuk ju ndërzu po du më këthyt e luri vllau. Mbas saj, do të thot, ata munduan të ambullun vrasin e ti, gjas me kuj ka dalë 3 para. Po. Se kjo është me të vra për zdyti. Po. Se për shembull, në traditën tonë, ku fomën zbën me ngacmu. Kur i del shpirti diku që ju vrangë, ka vdek, po mes me bo gjana masakra me... Po, logaritet faktikisht është dhonemi i kufomës. Tash, unë e di që edhe kam lexuar dikun që ka qenë, si me thonë, varrimi më i madh që në Drenis jam lidhë në atë kohë shumë njerëz. Ka qenë një shej proteste kolektive ndaj sistemit. Jo, vetëm Drenis, po në gjitha trojet. Në gjitha trojet. Sepse thonë që ka qenë varrimi parë në patronatin e shtetit paralel të asoj kohë që ka qenë LDK-ja e organizuar. Kemi edhe video ingjizimin, ku janë gjitha njerëzit e asoj kohë, po mënoj që janë konë shtetit paralel të Kosovës. Që në vërrem? Në vërrem, po ka qenë edhe në patronatin e tyne, se edhe në binë e Heq Mustaf Muqa. Mësanejna është Zekrecana, profa, asoj kohë. Ka qenë Gjevdet Pesja i që ka rujt kufomën. Po është video ingjizimi ku shien ftyrat asaj kohë që ka qenë. Mësanejna po gjallarët është Gjevat Kryeziu, ai që e vëdheq ceremoninë e vorrimit, është një që ka marrë pjesë në aksionin e pajtimeve gjallë, sigurisht kanë ndëgju përmes media. Po. E Gjevati është të shumë qartë ku vëdheq dhe në pjesën e ceremonisë të vorrimit. Sa vjetë që konë në atë kohë? 10? Po, 10 vjetë kënë qenë. Luli ka qenë vllau i dytë, po ka qenë shtylla familjes. Dhe në qysh, si thëmi unë e kom kalu shumë kohë të vështira, po dhe qysh jam do dur që më kanë dhonë bukë, që i kam pasyrë para syve çdo herë. Për shembull,
është një grua dojës temë që unë ju më rritë, ju për vetëm për bukës, durve të sojna, po ju më rritë edhe në prehën sojna, është edhe holla e generalit Rasim Kiqina. Benin e ke taku në Bufalo, familjarin temë, është nona e Benit në Gjehamide, si deri sa unë ju më këthy me orë për shkollës të shpej, dikon për afërsisht në 7-3 kilometra, i ka posë atë rrugë, nuk kanë qenë, sukur të ashtë asfaltune edhe ka qenë zakonisht tërthora zë rruga për me shku deri të shpia. Qa që më koni undë kër e ku më kry mësimin si thmi, so që nuk më mujtë me vazhdu tutje edhe çdo heri më nalë atë, edhe më kujtohet shumë mirë, i kam atë pasqyre, kam parasyve të buken, pavarësisht ka pos për shuj ditore, qoftë vesë skushne, qoftë langë, qoftë jath, shpis, gjithmonë që ma ka shtin dorë dhe ma ka dhonë buken atë. Edhe janë skena që e kuptohet, janë nona është nona edhe po ka dhe persona tjerë një që më kanë dhonë bukë që ku si haraj. Dëmon ka qenë një lloj solidariteti, një lloj mirëkuptimi më i madh, një lloj pranimi ndaj një tjetrit, një lloj hierarkie sociale që ka ekzistuar që u dash me këshy për një tjetrin. Të një pjesë e njerëzve. Kuptohet. Se tash pa desht me fol me emna dhe është diçka që s'du me fol, po edhe ajta që ja kanë pru thirin vllau tem për ushtar, ka qenë vendasi joni që të i komoronit. Edhe ata që ja kanë pregadit dosjen para prakisht, që ka punu në një egalitet vllau em, që të kanë qenë drenasit. Atë kohë që kanë punu mbrojtja, si ka qenë ai sektori, aja drejtoria, që ka qenë në bazë e komunës. Unë nuk e një atë sistem. Po, të mas lufte prapë kanë qenë të privilegjun. Ju kanë dhonë puna publike, poste, na kanë gjyku, po vazhdojme na gjyku prapë. Si e spjegon këto? Se ta më mendja Arsim. Se çdo sistem i regruton sistemit kalum. Është kjo mëse e vërtet, po si e sheti këto pak ma thellë? Na i kemi ngrit ata. Kemi ngrit edhe në pjedestral kështu. Ata nuk janë fajtor. Neve jemi fajtor se ne ju kemi dhënë hapësirë mas lufte. Kur tham neve, shteti Kosova e lirë për mbas vitit 1999, nuk është një emën i përveçshëm. Nuk jam une, nuk jeti, nuk jemi gjithë faktikisht. Është gjithë neve, po. Edhe mi po vendimet mire nga disa për të gjithë. Këtu është ma veti. Tash, po, ajo është, po, edhe nëse merren për disa, na prapi kemi votu, edhe që ata që i merren vendimet prej tyne, edhe. Po, ata njerëz i kumë ponë edhe mbas lufte, edhe atë ftyrat, ata njerëz që kanë bo me kajtë si fëmi. Luli, për posë që ka qenë vllau jem, në atë kohë si fëmi ka qenë shpresa jem, edhe shtylla gjithë familjes. Ka punu punë të ndryshme, tregtijat ndryshme. Do mund ka qenë i shdërvjellët si person. Ka qenë njëri pej vllaznive dhe njëri ma i gjallë që e kom njoftu në atë kohë. Pa ndalë shumë, ka qenë shumë pozitiv djallë, shumë i hare shumë, po mbi gjitha ka qenë shumë tremë dhe patriot. Të shembull që ja kanë dërgu thirin për ushtar, që ja kanë pregadit dosjen, që më kanë bë mu me qajtë dhe gjithë familjen, edhe na kanë lënë është me pasoja, se faktikisht janë ato pasoja që mbesin për tonë jetën me trauma të ftyra, nuk sigurisht që si harron kur. Është një vrasje e dytë është kur i sheh ata njerëz. Që ma pak kur i shet ngritën në pozita, pidi astral kështu. Është diçka që dha. Shumë sinqerisht po ta tham, po Di që keni vujt, Drenica ka vujt shumë, gjithmonë. Këto lloj tipash kanë qenë në çdo zonë, çdo komunë. Në rast se ti edhe në biznes edhe ku do qoftë, i ki një pjesë ku je i fokusum, ti sigurisht se dërgon ma shumë punëtor atje, ose
analista ose Drenica ka qenë një votër e rezistencës, edhe sigurisht ata kanë provu me ble shumë njerëz aty në atë kohë udbja, që me punu më ata për ta. Edhe sigurisht e ka qenë numri më i madh se në tjera vende, pjesë tjera të Kosovës se u koni vend që ata janë fokusu aty, se aty e kanë pas rezistencën, aty edhe kanë provu edhe kanë pas faktikisht më shumë njerëz që kanë punu për ta. Është mëse e ke ardhur. Ku ka patriota ka dhe shpiona. Po. Shtu ka thonë. Ashtu është se armiku dënë me posa dhe investon atë që investon për me kontrollu, ajo është mëse e vërtet. Sepse historinë e ka ditë shumë mirë që Drenica s'ka nejtë kurat. Edhe familjet. Si kalora. Edhe familjet i ka posë cej kura kështë të qenë. E kanë ditë cile familje i ka shenë. Shusherët, po. Edhe lullin që e kanë vrau nuk e kanë vrau rasisht. Se prakisht në vitin 1964 ma kanë vrau mudaje. Pas ligë qefsin. Tjetër mjërë, e kanë prish kufomën, edhe e kanë vrau kështë nga dole me tortura. Ka qenë patriot edhe ai. Po, të jashtë vrau për flamur, mësa nejna lulli edhe gjithë vllaznit e motrat, ne jemi rritna për privetore tina qdo vetë atjen edhe jemi rrit në qatë frym edhe s'ke posti ka medal tjetër ose deri sa nëna ju të tregon histori çdo herë, që e kanë vrodoje, ti s'ki ka medal ndryshe. Diçka që rritesh me ta. Vitet e më të vështira janë vitet e fundit, domthon 97, 98, domosdoshmë 99. Edhe ajo ka qenë një periudhë e rëndë, sidomos se ka pas zhvillimet luftat maja aty, është zona Grykalla Poshnikut ku se më ndat ana që shkon për Dugaxhin, që kalon për shko rruga për Peje për Prizren. Datë koti e konë aty, Komaran. Po, kum qenë deri në vitit 98, po është pjesë që nuk du me prejkë. Jo, nuk do t'i hima. Jo, jashtë 98, s'lutna. Po, definitivisht. Mirë, atëre do të ndrojmë temën, Arsim, do të klasim për angazhimin tënd, jo vetëm film, po dhe njetë. Mbas luftës, ke qenë student në Prishtinë. Po. Çka ke studiu? Kum shku gjuhë dhe tërsi angleze, agrobiznes. Po, mas ne ke pas fatin një taku me dikon që jeton Suedi. Po. Më kanë dhënë nuse. Më kanë dhënë nuse. Kjo është Verona, no? Së është rënë, po është realitet. Du të më dërzua me pranua. Me pranua. Që nuse në Suedi, a? Unë e kom shku atje, faktikisht. Po, më ke thonë që bashkëshortja vjen nga një prind shqiptar, një edhe prind suedes. Jo, faktikisht, bashkëshortja vjen për 2 prindve shqiptarë. Shqiptarë, po. Po, ajo ka lind atje? Është rrit atje. Është rrit atje, ka shku si fëmijë. Po tash, si ka qenë jeta në Suedi për ty? Se na Suedin e njohë me vesh pje e kesë. Edhe kur ka i lutë kë Ibrahimovic i futbol. A i ke edhe po, Zlatan Ibrahimovic. Janë është, i ke edhe Zlatan janë për 2 faktorë që e kanë vendosë Suedin e hartë. Në hartë. Përveç Volvo që dihet si kërë. Volvoja, Sabi janë. Sabi ato. Po, këta 2 janë që e kanë vendosë, po unë im shprengull atje kur ju martu. Në Troletan, ka qenë Vestra Jutaland, Krahina, është një qytet një 70 kilometra ndalje Göteborgut, Göteborgi, e në drejtim të Oslos, Norvegjisë. Aty kom jetu për shumë vite, aty më kanë lindë edhe fëmijët. Të retë, po. Si du ka do ndryshimi mes kërë dalë? Normal që ka ndryshim, po më interesën ndjesia jote nga Kosovë, kërë është në Suedi. Ka qenë klima, ka qenë krejti që ka tjetër. Është maftoft atje.
Ftoft, po, edhe nëzet kur është je hajri, ka shumë si lakshti edhe është problem edhe fryme marrë edhe. Asë njëherë si kumë përshtat asaj në Një cim të randë këto vera. klimes të asaj në. Na dimin ngrimi gjallë të, kur të vjen vera, vera frymë së nginë, si nësa unë. Edhe para se më shprengull në Kanada, e kemi analizu shumë qëllën pjesë. Kemi më shprengull. Atëherë ka qenë British Columbia, Po, Vancouveri, Ishulli, Vancouveri na i thojnë atë Kosovës. Vancouver, Vancouver në anglisht. Vancouver, po. Qytet shumë i bukur. Po, Vancouveri është këdi qysh. Vancouveri dhe Komoroni janë qytetet e Veç i Komoroni s'ka deti, po të këtë. If you miss the plane to Caraive, Po, I suggest you to stop in Comoran. Trust me, it's the same. is the same. Vancouveri është një prej qytetet më të bukura në botë. Shumë i bukur. Padyshim, është beautiful British Columbia. Po, definitivisht. Ka natyrë fantastike. Po, Unë si më kona, do. Kësë me më kaftu, batës më kaftu, arsimi, do të me gjithë rast, po më kaftu edhe këtu ka qenë iftuar Armenida Qyqja, Po. edhe ka qenë Besnik Dobreci. Kështu që kena bo konak batës kur shkojmë Vancouver. Besniku është policia. Polici, po, Besnik Dobreci. Po, besniki. Po, Po, të shkini rreth atje. Vancouveri është diçka që jam shumë i lidhur me to. Kur fola më herët për aty dush që më kanë dhënë bok. Vancouveri më ka dhënë bok, ka pritja ka qenë fantastike. Kur jemi shprengull prej Suedisë. pse më konë arsyeja, pse e dalë për Suedisë? Ke pas shqip me përvu diçka tre, me ndru pak, apo se ti ke qenë mirë Suedi? Ati qysh hapësirë, filmi, profesioni. Vancouver është hapë film production, Po, që din këto, po. edhe gjitha gjirime që bën edhe prej Hollywood bën atë Bën, për shumë shkak aty. politika vtoksa, Po, edhe për shkak shooting është pozita, është fantastike. Bjeshkt, bora në altë, poshtë temperatura, plus 40 vera, është diçka shumë interesante. Aja ka qenë njëna për arsyeve dhe hapësirë neve shqiptarë. Hapësirë në vijë. edhe pse në Suedi, më ke thonë që ushimi në Suedi ka qenë kapak. Ka qenë shumë sene, po jeta në Suedi që është shumë e ngushtë edhe neve shqiptarëve nuk në mjafton liria. Një shok tha një ditë pse po zgjanohesh, tash po zgjanohu dhe ti manej nëse ka vend për dytë atë. Ka vend gjithanej. Po. Një Kanada është e madhe mos qënë. Po hapësira, definitivisht edhe ju veçon, po edhe bashkëshortja edhe fëmijët. Njën për 7 edhe fëmija bashkë. Jënë për 7 edhe ato janë diçka që janë rrit me anglisht. Edhe Po, se gjdo suedez e din anglisht në paka shumë. Po, dhe më kujtohet zdi që levet ka qenë saksisht kur më kanë thirë mbledhjet prindve për mes telefoni, për shkak të angazhimet mija. Edhe fjala parë ka qenë va kommer dy fram, ose prej kuhit vjen. Një pyetje shumë interesante, jo e zakonshme. Se edhe pikthejnë edhe pse më pyet. Tha jo për diçka, tha po vajza Ariana, tha për pos që është e nivellit tonë anglisht, tha e ka British accent. I kemi kujtu, tha që njënin prende ko prej Angles. Po. Edhe thash që na dy të vimi pej Kosovë, thash unë jam pej Comoran Empire, bashkëshorta vjen pej Mitrovice, kështu që dy të jemi shqiptarët Kosovës. Edhe i tregova që për pos ambientit që ja kemi kriju në familje, rrethit, për me ecë, me punu, nuk është merit e jemi, se nuk është që këm pas shumë kohë më mirë me to. Por kryesisht më janë të mirë shkollë. Kur tanë të mirë, deri këto, më janë ndryshojnë pej mujt muj, pej vitit në vetë, po janë mesin e më të mirëve. Ariana është ndër 3000 zonësat më të mirë gjithë shkollën. Top students, every year. Që kjo është një knatësi për për. Shumë. Mas andej ylli ka fillu të shkon edhe në military service, Air Force, kur t'i shka që e donë, është përsaktu edhe
shkollimin e mesëm, në kolegj Akademi Ushtarake. Ema është e vogla shtëpis, po ema është klas 2, 8 vite i ka. Po të mirë, kryesisht mirë në shkollë. E më përshtat me ambientin, e më përshtat me klimen, me gjitha, me gjuveq. Edhe kanë qenë mirë, kështu nuk kanë pas të lashe. Po është du me përmendu dhe një shok shqiptar gjenerata e 3 apo e 4 ka thonë që e kjeti? Po, është Dave Redder. Po. Është gjenerata e 4, 4 gjyshin e ka shqiptar. 4 gjyshit i ka qenë Zen Vishaj. Nga vjen ai? Nuk jemi të i kërkuar ronjet e Dave, po Dave është njëri për njerëve më të afërt edhe shoku jam më i miri pe kohës kur kom arrit në Vancouver. Në kohën derisa im kom një vendos në hotel edhe kom prit një organizat më marrë përsipër në fillimi që është për shtëpia të gjona pjesën administrative. Ka qenë gruaja e Dave që më ka marrë në telefon edhe po jam Kelly Redder. Po diçka tha se kam të kjarë, tha se Suedi, Kosovë, Albanian, tha që aty më kanë gatru, thash gjithë jemi shqiptarë për Kosovë, po jemi shpengur për Suedije. Tha atë pjesë e kam për zemër, thash pse? Tha burrin e kam me prior dhe shqiptare. Me si jemi vendos masanena me shpi, me këtë gjona, jemi stabilizu pak a shumë, me ka pos për vjetorin organizata i nazmaq. Edhe kemi pos një parti kështu natyrë në barë. Po vjen Dave Redder me një Harley Davidson motor, shtu me leker, rrum. Edhe po vjen të unë atë ku ishe, edhe tha, ty jam të të kërku. Para mrejme ja pas bo, ku je shyve? Më ka të regu pak a shumë historie, ko vetëm fjallë të mira për to. Jo për prindin, jo për gjyshin, për ato e kanë jo 4 gjyshin, se në shkollë mesme ka qenë high school, kur a i ka vdek. Do më ka jetu gjatë? Gjatë ka jetu, a i shprengull dikon ka lufta e parë botërore në ashta. Ka më cilë ma herët? Po, edhe ma heret, po prej Austrije, se grunë Austro-Hungarisë. Në të kohë. Kata gjyshi ti? Po, Zen Vishaj. Zen Vishaj. Ka rrit New York, edhe ka punu në Steel Factory. Edhe së ne kanë thirë Zen Vishaj, edhe i kanë thonë prej sot i e Jack Redder. Edhe prej aty ja kanë ndru emrin edhe mbi emrin. Mbi emrin, po. Po ka edhe fotografi tina, edhe ka kujtime shumë të mira për to. Edhe të gonë njerëzit kur vesin për background kështu e sana, i thonë një Ukrainë, që apo dikë, thotë jo, Albanian. Ka plot që ka një sidomos nga zona Koçës, që ka pasur në Montreal edhe në fillim viteve të lejtë 20 shekullit kalon. Imigracioni hershëm. Nuk është vetëm Dave, ne kam edhe një mikesha të shumë të mirë, Amina Hoxheveç ose Emina Hoxha. To jemi taku krejt rasisht të Save on Food. Këtë padashje për prejke me atë shporten, ushqimit, edhe pi thamë shumë vjekes shumë falë. Tha ju s'është kur gjohë, por në bazë të aksentit, tha ti theksit, i dush me konë shqiptarën ka Kosovë. Edhe pi ku pëjtena, tha kry pazarin që ka ki me kry, tha dhe kur dilsh do ullem të pisetojnë. Kur u ktheva po ulla, po më tregon. Prindi jem tha në vitet e 70 ka arë për Mitrovice, është për një fshatit Krajkov, Lerenas, Hoxha mi jemën, ka qeni burgosën, atë kur moshën 16 vjeqare, po ata Krajkovës po dalën Mitrovice, i rritën, Nga vjen edhe Leci. Po, Ibrahim Krikov, nga ka prej, është një fshat, po... Aktor, jo. Humoristi ma mirë me thonë. Po, edhe rësim tha qëtësima vjen për Komoroni, kështë që dhëtë janë që ti rejthit. Ta ti rejthit. Po më tregon, masanena që shprindi sajna ka leviz në vitet e 70, misi është liru për burgin në Kosovë, ka dalë në Itali dhe ka emigru në Vancouver. Ma konkretisht, United Vancouver, Richmond një vend rëthinat. Dhe kur ka shku në Kosovë, mu martu nuk i kanë dhonë nupë, se i kanë thonë nuk kemi vajs për me humbë. Vancouver në atë kohë, ka qenë edhe levizjet, ka qenë ma të kofizu, shumë ma problem. Edhe në Bosni shokit vetë është detyru edhe ka shku në Bosni, në Sarajevo, është taku me nanën e Eminës, është martu me një familje muslimane, dhe janë 3 fëmijë ata, Amina e ka dhe një vllau Emin, Binjak, edhe një vllau tjetër janë 3 fëmijë, tash aty prit nuk i kanë, po hera fundit më ka thonë Amina që i kom qenë të agjallar, që jemi taku në Kosovë, në Mitrovic, ka qenë viti 2010 kur e kom posë në nanën gjallë. Po ka
ka udhëtu në Kosovë, pa e shpesh. Sa dhimbje janë këto ndarjet, këto decimet e familjes. Po, British Columbia kryesisht në rrethënien e Vancouverit ka shumë si Rausta dhe Victoria. Gjeneratat maqme që jetojnë këtu. Arsem, du me ditë për produksionin Morea. Morea, po. Ju jeni tash të punu me një projekt të ri. Po. Na folë rreth këtij projekti, si quhet projekti? Projekti është Kangjellat. Kangjellat është emri i titullit filmit. Titulli i filmit, Po. Reeling. Po. Kishat e kombonës, kur rrahen edhe thrasin për pagzim. Mhm. Është një film based in true story. Që është bazuar në Ngjarje ngjarje të të vërtetë. vërtetë, Po, skenarin e ka shkruar Ilir Shaqiri. Këngëtari jon Po. i famshëm, Po, Ilir Shaqiri. është në regji të Faton Bajraktarit. Faktikisht unë kur kumë në nëshkru për asistent producent. Po, e kry punën e producentit. Edhe në padyshim po thamë gjithën. Unë edhe Fatoni e maj që e kemi bora edhe në projektit kështë. Ditë edhe në ato i luftua dhe për me orderit e realizimi. Gjashis është e letë. Heq e letë. është një film që për krau për qendrës kinematografike të Kosovës, edhe është vlerësu. është dram faktikisht fillon me luftë, po është dram, është nona Ilir Shaqirit faktikisht ka marrë pjesë në atë lindje. Non kur i sjell 1-2 vajza binjake. Në male drenisës gjatë luftës edhe vdes. Për shkak që humbi gjak rrethona lufte. Njëna vajzë merret nga pres, gazetarët kanadezë dhe rritet në Kanadë. Ndërsa tjetra rrin me mbjetu me shumë dhis në mal edhe rritet në Kosovë për të afërme. Dyat luajnë, jona luajnë violin, jona vela në qelë, edhe i bashkon një koncert për nonën e tyre në Prishtinë dhe njohin jona tjetrën mas shumë vite, mas 20 diçka vite. Takohen edhe njohin jona tjetrën. Po, se pata rithirje telefonike këtu. Pa të loshe. Po, si duket se pas në ndalë bac. E borëm sefte, a? Gjithë këmë thonë me më sigru telefoni, kër jam në gjirem, qëtë si ngrej. Alo! Du më ndalë tek Ilir Shaqiri. Po. Ne gjithë e njohim. Po. Ilirin si një këngëtar që me të vërtet ka qenë këngëtar që ka prodhu këngë shumë artistike shqiptare. Fatori është shumë i afërt me to. Po, edhe unë e vlerësoj shumë se edhe bashkëpunimet e tij sidomos edhe me kompozitor nga Shqipëria shumë. Po. Ka pas këngë të bukura, ka ende. Po, si ndodhi që këtë tjetë, si me thonë, të futet në film, të shkruaj skenar. Të regova që është nona Ilir Shaqiri që ka ndihmu në atë lindje. Edhe po besoj që ajo është një nga arsyeve që Iliri ka qenë ngjarje me lindjen e dy binjake, që janë largu për njëna tjesës, janë rrinë 2 kontinentet ndryshme, po besoj që njëna ka qenë për arsye, po që shka orderit e bashkëpunimin është e shkoti që ka ma mirë me folë me Fatonin. Ja, do flasin me Fatonin, se Fatonin s'ka komena i të viktu. Po bje interesant që dëshira e Ilir Shaqirit me shkru një skenar. Po, edhe shumë është kurreshtar kur do të kryet projekti. Se është diçka që ka punu shumë në të skenar edhe shumë me pikmeria dhe në kështu. Me përkushtim ka punu. Me përkushtim, edhe është shumë kurreshtar me ditë kur po vjen deri te fundi i projektit. është në regjit Faton Bajraktarit, Lun edhe Arben Bajraktari. Aktori nga në Francë është Po, i Deçanit në Francë. Po, ka lujt të Harry Potter, Odeon, ka lujt masandej të filmit Taken, e shumë filma tjera Arbenit. Po, Arbenit. Kom lujt me Arbenit të filmi Heroi, në regjit janë Krozir. Po, Arbeni është pjesë e filmit, ko aktor të ndryshëm, po menoj edhe vendor, edhe francez, ndërkombëtar. është një film që është punu gjatë. Po, gjirimet do fillojnë shumë shpejt, Po, është një pjesë vetëm kanë fillu, kanë përfundu. Janë gjiru dikon në Gryk të Krojimirit. është një fshat me komunë, është në kopun të Lipjanit,
poshtë Drenicë. Aty janë qiru, aty ka qenë gjatë luftës pjesa më e përqendruar e refugjatëve sa unë. Kanxelat është një projekt shumë i mirë që është punu shumë gjatë në to. Shumë kam besim. Edhe si tregim është shumë interesant. Shumë interesant, po edhe jam angazhu shumë. E këmë si detyrë vetit me përfundu shumë shpejt. Se është koha me përfundu. Unë veç ju uroj edhe dëshiroj shumë sukses. Zbashku, falende. Arben Baraktori do t'jetë aty. Ai është një aktor shumë i mirë, një kolegë më cilin unë e kam da skenën, po edhe besoj që do ketë aktor tjerë aty që sigurisht i keni ma jep ta shoh këto? Let me see, që Orbrin e kemi pos producent, është largu, është dërzu, u vazhdan arsimi, si zakonisht e kështë. O, dhe Zeni Ballazhi. Po. Është Aurita Gushi, aktore shumë e mirë, pastaj është Meliata Ajeti, që ka pas deri në knatësinë t'jem pjesë e filmit Karma me Meliata Ajetin. Kjo Marianne Bessler, kush është kjo? Është një aktore franceze. Franceze, Po. Përveç Arben Baraktarit, Zeni Ballazhi, Fatoni, Ilir Shaçi dhe Arben Krasniqi. Atëhere, unë ju uroj gjithëve sukses. Faleminderit. Gjithë ekipit, gjithë kolegëve tanë, si gjithmonë e përsëris, edhe në Albania Oda Podcast këtu në studion tonë, po edhe në për intervistat tjera që duhet të ndihmohet e të përkrahet filmi shqiptar. Po. Kur them shqiptar, unë e kam fjalën shqiptar gjithanej. Se unë kështu kur them shqiptar, them komplet shqiptar. Janë shumë arsye që më kanë shty me punu shumë, me provu me realizu sa më shpejt. Megjithëse unë jam të jetu tash në Kanada, Vancouver, filmi është i lidhur shumë ngushtë me Kanadën, për shkak se Njona Pejbinjako është rrit këto. Që ajo është njëra për arsyet që më ka nxitë edhe më shumë me punu për me realizu projektin. Bukur shumë. Po edhe mbram, si më thënë, në premierën e filmit Male aty, ishin edhe disa nga komuniteti jonë që ishte prifti Po. I misionit katolik shqiptar këtu, në Terezë, ishte imami i xhamis. Imami Adnan Adnan Berbatovci. Berbatovci. Normal Teuta Gjellari nga Rage Scholarship që ishte ajo që Po, ndihmoi. bashkë me Meritën. Edhe me qenë Merita bashkë, Kafexhiun. Po, e kemi organizu. Po, edhe ne mundu t'japim një ndihmë me Ervinin si Albania Oda Podcast. Shumë faleminderit. Unë i falenderoj edhe ata tjerë që t'kam përkrah këty rreth kësaj, edhe pse komuniteti jonë ka fillu ku u bo shumë ngarkuar, se po ka Shumë aktivitete, po aja që po du me i falenderu edhe njëherë janë sponsorët. Jo, shumë e rëndësishme. Teri të organizimi i filmit këtu ka orë shumë lehtë, adin ka qenë Ismet Mirena, nga Mirena, që është sponsori joni këtu. E falenderoj. Ku kanë qenë ai grupi edhe shokët e tina, ka qenë Zemria, Kadrushi, edhe Ridvani. Ata janë familjarë, kështu me zvetit lidhën. Ta tre që më kanë sponsoru. Riki, edhe ka qenë Avniu, Sërmjoni, që më ka sponsoru. Edhe ai sponsor këtu, edhe Riki, gjithta që më kanë ndihmu ty, janë njerëz që në vazhdimsi ndihmojnë projekte ndryshme. Ka qenë ashtanjoni pe i shfaqjeve të realizuar mas lejtin të rënda, më me thonë, shumë sinqerisht. Adin që ka shku shumë shpejt, po edhe shumë ju faleminderit, nuk ja varoj. Definitivisht, edhe unë i falenderoj se janë edhe sponsor të Odës. Po. Edhe ata janë pjesë që u mundsu Oda, kështu që përderisa ndihmojnë, ne do jemi me njës, po edhe kur të vinë tjerët, do të jemi edhe për tjerët me njës, sepse sigurisht që po. Arti pa sponsor është diçka që është pamundër. Shumë sinqerisht po ta them. Nashta edhe e pamundër shumë vështirë të realizohet. Jo pa sponsor s'bëhet.
Pa sponsor s'po heqe, o pa sponsor si shbo kjo Se studi. qyshtim ke ndëgju dje, kur thash hiç nuk jam orator, se unë zakonisht jam rapa kamera. Jo so për ti. E di. Veç kur është puna të sponsorimi për me lyp shumë vigilentja. Po, Nuk e di pse më vjen ajo aftësia mbi natyrore, kështu shumë sinqerisht, po ta them. Se e marr një sen që duhet më kry, bre. Qëre, kur lyp njëri për një kaos të mirë, nuk ka nevojë dhe mos skuqe dhe mos marsu, se fundit të e di që i punon, ke familja punon, po për mund t'imu një projekt dikush do të me dalë. Po, me sponsor. Njëjtë kër e kem ba në studien me Ervinin këtu, na kem dalë t'jem lyp. Kem parë qitë projektin, kjo është edhe normal që unë jam shumë i lumtur që 99.99% më me thonë që ju kanë përgjigj thirrjes tonë. Edhe po gjithmonë do të me pas transparencë. Transparencë, po. Aja është që ato e kam picked up. Ajo është shumë a mirë me kallëzu drejt, me thonë këto përbojmë këto, kjo që kaq, edhe vazhdoj me tutje. As i të loshën s'kom pas të kompani as një herë edhe jam shumë krenor për qatë pjesë, shumë sinqerisht po të thëmë. Ajo është shumë mirë se ndryshe nuk po bën. Ndryshe është problem është. Edhe duhet me fitu besimin tek biznesmenët, Të cilët qysh, çdo kontribut që japin ta kemi ndjesi që ka bo diçka mirë. kur fillon një projekt janë shumë njerëz. Po gjatë rrugës ka prej tyre që dorëzohen, largohen. Ka dhe prej tyre që korruptohen. Po ka çka s'ka tash. Po ata me që aty edhe ndalin adin. Po ti duhet me vazhdu atë synimin tanë, pavarësisht. Ka çka s'ka, ka çka s'ka. Gjatë rrugtimit ka befasi. Edhe rrugtimi i filmit nuk është i shkurt. Jo. Një projekt zgjatë, bajge. Jo, Donë shumë mundë e punë, edhe donë shumë pare. Unë e di për filmin Karma të Sat Feza që lukte është regjisor dhe producent e Dona Keqmezi. Aty ka marrë nga desa kanë atë gjirimi, Zoti e Denive të gjysa 2, plus dhe 2 të gjys mas gjirimit në post-produksion. I bëj apel që shteti do të ndihmoj artin më shumë, po dhe të implementohet ai ligji i taksave që kompanitë cilat investojnë në artën kulturë të liron nga taksa. Tatimi në fitim, po, Tatimi, po. Taksis, po. Po, ajo, unë tash e di që u punu në drejtim në Kosovë. Gogja shumë, kom të gjuhë dhone, po. Unë nuk e dija është implementuar, dhe me thonë drejtën, po shpresoj që edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, po dhe Maqedoninë e Veriut, se ka shumë shqiptarë aty, të implementohen këto, dhe sa ma shumë të imohet arti shqiptarë. Shqiptarët ka nevojë me tregu të vërtetën e tyre dhe mos mundal. Edhe një diçka që dhe ishte me përmend është kompania Morena, kryesisht filmin e regjit Fatën Bayraktarit, Home Sweet Home vitin 2016 ka qenë nominuar për Oscar. E ka qenë filmi i parë i tim duket, ha? Jo, nuk ka qenë filmi i parë, por i ka qenë 3 dritaret. Fatoni ka punuar shumë projekte, po ka qenë një film që ka qenë nominuar për Oscar. Projekti Rodhës është Kanxhelet. Mas ndena janë edhe 2 projekte që i kam mendje kështu edhe që synim. Ka dalë. Njëri prej tyre është Billy Wace, Dragonfly. Ndërsa tjetri është një person që në të kohën derisa jam në Zancë, po në shkolla fillore fëmi, për pas që jam i varfër, kom qenë edhe i bolizum. Qëto ditë më kanë rrejnë shkollë, shumë sinqerisht. Po pse më arse me ikonit? Halëshëm kështu, avo? Po, kom qenë i vogël, nuk kom qenë ashta i urë, nuk kom kujtohet faktikisht, se tash e di që kom qenë me autik fëmi. Kur e shë djallin tem, e gjoj vetin atë. Po kështu si autik ti e shumë kështu? Po, në rrasë, u i kam vëshishësit e mija, edhe pse i menagjaj, edhe shumë hapur flasë, edhe hitë se kam të loshe. Po deri në klasën e 4-5, kur gjo nuk kom kujtohet këtë blackout, sinqerisht e kom posë. Qëre bullizm ka ku do, në atë ko ka qërë më i të këson? Jo, vetëm pej në zonësa. Po në zonësa? Edhe pej vetë arsimtarë. Po tash mos ti në atona, ja më shumë e ronë se... Jo, se është diçka që jeton me mune, hiç nuk e kam të loshe, me full, ato në qka unë e kom kalu. Më flasë veç për arsimin e vogël, jo për tjertë. Kur ti bëshin kisht atë kështu...
Pashallah unë traume kom pas derivar në këpucat me madhë. A din pse? Më kujtohet aty këpus kur mi qoj ke babam të këpustari. Jo njëherë po u deshke shpesh. Ata thumë ma qenë gjithë qenë. Po. Gjithë kom të mija mi kam thërë. Minzi sprit qa me orë të shpia mi je krejt edhe me hez dalë. Edhe ka qenë njëri që më ka nejtë gjithë mu në ofër, po kur se kom ditë pse. I ka qenë arsimtori jemi biologjisë, Gjeladin Gashi i Plaku, njëni për 3 themeluzëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ka e tu afër aty të ju? Vendasi Komoranit, e më ka nejtë gjithë më në ofër. Kur se kom ditë pse? S'kom pas në atë kohët me ndu më kritik, nuk kom ditë me ndu ndryshe se më ko veç një thëmi. Po kur e kom pa gjatë luftës, me uniform, për mes ekranit atër e kom ditë pse. Aje ka qenë edhe me pjesën logjistike, po më nëj aty shumë kjarë që jenë varem vlau tem, që ka qenë organizator. Mas lufte jemi taku një hera 2, kemi nejtë. Po s'ja foli kur vejti që s'kum kalu ko ma shumë e tonë. Fatkesisht a i ka vdek. Po ka vdek me aty tesha që i ka fillu aktivitetet, me të edhe ka vdek. Është njëri për arsimtarve që jo veçajt, po janë edhe 1-2-3 tjerë që kam vazhdimisht kontakt me ta. Është mësusja me matematike se cilë jeton në Itali. Edhe është mësusja me historisë për janë për lugut baronit, që jam pos kontakt çdo herë edhe janë këtyra që kur nuk jaraj. Atëherë, Arsim, lavdi gjithë ndëshmorëve të kombit, edhe Faleminderit. lavdi mësuesit tënd për gjithë ato që ka bërë. Për arsimtarin gjellë ndi si obligim moral kështë një projekt më ndryshë si tjerët. Shpresoj që do të realizohet, e meriton kontribusi madh i çështjes kombëtare. Shpresoj që ka drejt shpirti tina pëshim. Edhe unë me të falenderoj shumë Arsim që gjete kohë edhe këto, edhe të uroj sukses në vazhdimin e punëve artistike. Gjemi, unë shumë faleminderit për kohën, për gjitha, për ftesën. Juve dhe Albanian Oda podcast bashkë me regjisorin Elvini, gjithë stafit ju. Ju dëshiroj çdo të mirë, punë barë, mbi gjitha shumë sukses. Shumë faleminderit, respekt. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit, Bac. Rria, ty mos je.